këtu po votohet çdo, nuk po them çdo ditë, por sipas grafikut të përcaktuar. Janë në vazhdim disa degë dhe në tërësi kjo analizë do përfundojë. Sa i takon zgjedhjeve vitit 2023, ju keni publikuar po ashtu një libër me shumë faqe ku keni identifikuar krimet zgjedhore të pretenduara nga Partia Socialiste, por keni thënë që do bëhet dhe një analizë e brendshme. Edhe për vitin 2023 është duke vijuar analiza e brendshme? Analiza e brendshme është bërë dhe bëhet, kemi, po, për analizën e brendshme, krahas drejtuesve politik, ne ngarkuam 12 koordinator për qarqet. Dhe të garantoj që në tërësi po bëhet dhe është bërë, unë nuk mund të them se është bërë e përsosur, por analizë është bërë dhe do bëhet në çdo degë. Për këtë e sigurt. E pyetja e fundit, zotë Berisha, në parim, si mund të paraqiteni ju si një figurë ose si një alternativë ndryshimi, kur keni qenë për 36 vite figura qendrore e Partisë Demokratike? Kur keni qenë çfarë? Figura qendrore. Për sa? Për 36 vite. Po. Pra si mund të paraqiteni ju si alternativa e ndryshimit për të rrëzuar kryeministrin Edi Rama? Po, faleminderit për pyetjen. Osman, po të bësh matematikën e vërtet del ndryshe. Del krejt ndryshe. Do t'jap, të lutem një minutë. Tani fole unë të dëgjova 36 vite. Para në vitin 2006 më fton në një darkë zyrtare në Myni ish drejtuesi i SME-ve të Partisë Popullore për të majtur një fjalë mbasi unë isha protagonisti i sistemit me taksat më të ulta. Në Tolin unë pata kënaqësi dhe nderin të kam një personalitet të shquar të ekonomisë amerikane dhe botërore, ish këshilltar i 2 ose 3 presidentëve amerikan, Paul Walker. Zoti kryetari i forumit me paraqiti mua tek zoti Walker. Tha, ish presidenti, tani tha është kryeministër. Dhe zoti Walker, në mënyrë të shkujdesur, më kthehet dhe më thot, qenë ka si Putini, kjo punë. Si që bëri Osmani tani. Dhe unë i thash, pak me një ndryshim. Çfarë ndryshimi, më tha? Unë i thash, kam qenë 8 vite në opozitë, kurse Putini e ndroi vendin me Medvedjevin. Mirë pa ai, u lëndua në vetvete. Dhe burr fisnik, a ishte takimi i parë me mua. Dhe herë të tjera, ai gjithnjë ka dërguar të fala. Dhe me personalitete që takonte dhe e bëri atë. Jo, unë jam njeriu që kam provuar më shumë se çdo njeri sot në skenën politike dorëheqjet. Unë jam njeriu që kam provuar më shumë se kushdo tjetër udhëheqjen e opozitës. Pra, është një histori krejt tjetër, por në qoftë se merr vitet e pushtetit, si vite pushteti, Edi Rama ka 25 vite në pushtet kundër 13 viteve që ka Sali Berisha. Qoftë se marrim vitet e pushtetit, Edi Rama është 25 vite në pushtet. Ka 13 vite dhe 25 vite në pushtet të Edi Ramës janë katastrofa e Tiranës dhe e Shqipërisë. Na edhe Osman, unë e kuptoj që propaganda e tërë artilleria e propagandës drejtohet drejt Sali Berishës
dhe ti nuk je pjesë e asaj propagande, por nuk duhet të jesh viktime saj, e kam fjalën. Nuk duhet të jesh. Diçka, ju e dini, e thatë vetë që unë pjesë e propagandës, apo edhe viktime e propagandës nuk jam, s'kam përqenë ndonjëherë. Jo, nuk mirë. Shumë. Pyetja që shtrova unë nuk lidhej me vitet tuaja në pushtet. Pyetja që shtrova unë është mbi pushtetin që ju keni pasur në Partinë Demokratike në pas viteve 90. Pra që ka qenë i padiskutueshëm edhe kur Lulzim Basha ka qenë kryetari i kësaj partie. Absolutisht. Pra, kjo ka qenë një e vërtetë që besoj se mirë, pra perceptimi publik ka qenë ky. Por jeni aktualisht sot kryetari i Partisë Demokratike. Pra, keni qenë president, ish president, ish kryeministër dhe përsëri vazhdoni të jeni lider i Partisë Demokratike, kryetari i saj. Sa ju zoti Berisha përtej edhe gjithë arsyeve që ju argumentoni mund të përballeni dhe mund të fitoni me këtë makineri që është krijuar. Dhe mund të frymëzoni qytetarët shqiptar për të fituar. Po. Kjo është një tani këtu duhet të jemi pak objektiv përsëri. Kjo është një narkodiktaturë. Kjo është një diktaturë autokratike që bazohet në farsën elektorale, në shtypjen që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin si të pat dje Ilir Metën në kafaz. Prit. Si të pat Ilir Metën në kafaz. Pra, kemi të bëjmë me një diktaturë, e cila në projektet e saj, o Gurzeza kishte një objektiv madhor, shndrimin e Partisë Demokratike në fasadë të saj. Shndrimin e Partisë Demokratike në fasadë të saj, në aleatën bashkëqeverisje, fasadë. Aty një njeri ndërhyri. Dhe ky ishte Sali Berisha. Gjërat uroj dhe shpresoj të analizohen siç janë. Nuk është e vërtet kur që unë ndërhyra, kur u shpalla non grata. Jo. Dhe kam thënë atë dhe them dhe tani. Nuk më shërbente. Jo, nuk më shërbente. Por kur pash duar të zeza të kontrollonin Partinë e Demokratëve, atëherë ndërhyra fuqishëm. Dhe zbashk me demokratët e shpëtuam këtë parti. Sot, ajo e shpëtuam, e rikthyem partitë vërtet opozitare, e rikthyem në genet e saj. Siç ishte themeluar, parti e parimeve të bashkë. Prit. Së dyti, e kam thënë dhe e them, 2021 nuk ishin zgjedhje, ishin fars. E kam thënë që të pasnesër. Por ai që drejtonte nuk ishte preokupim farse. Kishte preokupim se si të bëj koalicionin me Edi Rama. Kurse më vonë, qovë 2023, qovë në 2025, Partia Demokratike arriti ta gozhdoj Edi Ramën si armik të votës lirë, arriti të mbroj votën e shqiptarëve në kuptimin që në institucionet më prestigjose të vlerësimit të zgjedhjeve, zgjedhjet në Shqipëri u konsideruan si zgjedhje në kushtet e partisë shtet, pra kuptohet si ishin farz dhe jo zgjedhje. Zgjedhjet në Shqipëri u tha me zë të larë se organizatat kriminale nuk lejojnë rotacionin e pushtetit në Bruxelles, se zgjedhjet në Shqipëri shkelen standardet kryesore të dokumentave të Kopenhagenit për zgjedhjet, të platformë të alternativës, të platformës së Këshillit të Europës për zgjedhjet dhe dokumenta tjera. Pra,
kjo parti mbrojti brenda dhe jashtë vendit votën e shqiptarëve. Natyrisht, diktatura nuk zhvillon zgjedhje, jo, më në diktaturë nuk ka zgjedhje, ka fars. Në diktaturë ka fars. Zgjedhje me këtë qeveri? Jo, me Edi Ramën e kam thënë gjithmonë, nuk ka zgjedhje. Po ekzistenca juaj pastaj? Jo, me Edi Ramën ata që thonë se me Edi Ramën, ata janë veglat e Edi Ramës, ata që pretendojnë se Edi Rama zhvillon zgjedhje, janë veglat e Edi Ramës. Edi Rama nuk zhvillon zgjedhje. Po i lam që të gjitha këto, merr vetëm një fakt. Merr një fakt. 2 miliardë euro, 2 ditë para votimit. Jo në një popull me 1.5 milion votues, po edhe një popull me 4 milion votues prishin zgjedhjet. I kanë ca rregulla, apo jo? Kështu që Edi Rama nuk zhvillon zgjedhje. Ndaj dhe është qëndrimi ynë protesta jonë. Unë këte, ja u kam thënë, unë jam i hapur me shqiptarët. S'marr kur për sipër të mashtroj këta qytetarë. Fjala ime ka qenë gjithnjë kjo. Ky nuk zhvillon zgjedhje. Pse? Ky është i inkriminuar në mënyrë të tmerrshme. Ky e din që e presin sheku i vite burg për vjedhjet dhe krimet që ka kryer. Ky është i aftë të kryej çdo krim tjetër për të mos dorëzuar pushtetin. Zoti Berisha, në zgjedhjet e 23 majit, do u thoni shqiptarëve, demokratëve, ndjes, do i thoni antarëve tuaj, më jepni votën se do fitojmë përballë Ramës apo se do bëjmë libra të tjerë pas çdo palëzgjedhjes që humben? Shko. Unë u them shqiptarëve do mbroj votën. Dhe në qofë se të kujtohet, ktheu pak të frazologjia ime, zotimi im ka qenë mbrojtja e votës. Mbrojtja e votës. Jo, një minut. Diktaturat s'bëjnë zgjedhje. Edhe një herë. Diktaturat nuk bëjnë zgjedhje. Ata që duhet zgjedhje, duhet përmbysin diktatorin. Ata të cilët besojnë se mund të ketë zgjedhje në diktaturë, ata mashtrojnë vetën e tyre dhe bëjnë lojën e diktatorit. Bëjnë lojën e diktatorit. Urdhë? Cilën? Diktatori si rëzohet në një moment që ka ngritur këtë strukturë? Diktatori rëzohet me lëvizje të fuqishme, me kryegritje të armatosur, me kryegritje paqësore, edhe të armatosur për ata që janë ekstremistë të majt, ata i kanë guerile e tjerë, ne nuk kemi parti e marrjes pushtetit në dhunë, jo, sepse ajo ike një diktator dhe sjell një diktator tjetër, nuk kanë sjell rrëzimet me guerila dhe me kështu, nuk kanë sjell ndonjëherë demokraci, kanë sjell në tërësi dhunë, kështu që ne i përmbahemi atyre parimeve mbi të cilat jemi themeluar, parti e vlerave, parti që besojmë se pushteti duhet buroj nga vota e lirë. Faleminderit.